Qytetet kryesore të Shqipërisë tashmë kanë ndezur dritat e pemëve të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri duke shënuar fillimin e sezonit festiv. Në Tiranë, sheshi Skënderbej dhe rrugët kryesore janë mbushur me drita dhe dekorime. Korça e njohur për traditat e saj të dimrit ka krijuar një atmosferë magjike në qytet. Edhe në Shkodër dhe Durrës, rrugët dhe sheshet qendrore janë ndriçuar me ngjyra të gjalla dhe instalime artistike, ndërsa Fieri dhe Bilishti kanë mbushur ambientin me drita të ngrohta dhe dekorime festive që sjellin gëzim për familjet dhe fëmijët. Aktivitetet e ndryshme kulturore dhe muzikore i bashkangjiten këtij ndriçimi duke krijuar një atmosferë të veçantë festive dhe komunitare. Banorët e qyteteve përfitojnë nga kjo periudhë për të kaluar kohë me familjen dhe miqt, duke vizituar sheshet e zbukuruara dhe duke bërë fotografi pranë pemëve të ndriçuara. Kjo traditë e ndezjes së dritave simbolizon jo vetëm festën e Vitit të Ri, por edhe shpresën dhe fillimin e një kapitulli të ri duke mbushur qytetet me energji pozitive dhe optimizëm.